Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që një shikues të Report Televizion, më fali, nuk e kthe dot kokën se jam duke i dhënë makinës. Siç mund ta shikoni pak nga planet, kemi mbritur në tunelin e famshëm që na shkurtoi rrugën me Elbasan City-n. Ora është 10:15 minuta e mbrëmjes ose 23:15 për të qenë sakt. Po futemi në Elbasan. Këtë herë emisioni për ditën e verës vendosa ta bëj ndryshe. Vendosa të nisem që një natë përpara, sepse mësova që Elbasan Lit, se kështu thon Elbasan Lit, e fillokan që një natë përpara festën, sikur të ishin Krishtlindjet për shembull ose viti i ri, që feston me 31 që hyn njishi. Nëse janë bërë çik janë kthyer pak në mod këto. Këtë vit kam shkuar në Elbasan për të zbuluar seriozisht çfarë është festa e verës. Sepse thonë që është një fest pagane. Unë nuk e di shumë mirë, e në fund të fundit është festa e Elbasanlive dhe let ma shpjegojnë ata. Këtë herë dua të mësoj shumë mirë, shumë seriozisht, çfarë është dita e verës, çfarë është 14 marsi. Kështu që s'më mbetet gjë tjetër veç se të më ndiqni. Programi fillon sot dhe mbaron nesër me kismet nëse gdhim shnosh. Zemër të Elbasanit, jemi përballë kalas, jam e veshur me xhup se bën ftohtë, është ora 10:30 e darkës, duket sikur jemi në dimër, duket sikur në fakt më shumë se sa festa e verës, është festa e janë Krishtlindjet ose viti i ri, sepse shikoni pak zbukurimet. Zbukurimet duken kështu. E si jeni aty bezdiseve? Jeni që por këto zbukurimet që keni bërë këtu në Elbasan apo si nga Elbasan? Keni bërë kështu si për vit të ri, jo shumë? Si për ditë verë. Si për ditë verë. Nuk kisha ardhur ndonjëherë në Elbasan natën. Kam ardhur gjithmonë të nesërmen, s'do më shkonte kurrë mendja që filloi kaq që sonte. Që koncerti po bën namin, që e gjithë pedonalja është plot dhe që intervista mund të bëjmë që sonte. Po përpara se bëjmë intervistat, hajde pyesim mirë sa janë këto veroret këtu. Të marrim çik versa. Jo vllai, të lutem, nuk do që ta kapësh, do atje. Sa kushtojnë ato veroret? Sa doni juve, mos e vrisni menjen. Jo, mua do me bësh dhurati, po pyesën përgjithësi. Po, ty dhurati, 1000 lekë, vjetra. 100 lekë, omret, vetëm foto më kape, dhe herë. Sonin, edhe janë nga e para. Ky a bosi, ky a bosi. Ai është bosi jam unë i lekëve, pa aja që i ban, ai thur. Ai thur? Po, ky këtu. Kush të ka mësuar ti bësh kaq? Gjyshja. Gjyshja? Po. Sa vjeç ke qenë? Unë kam qenë 9 vjeç. 9 vjeç, ë? Po. Ua, po mirë, fiton. Ma shumë fitojmë nëse sa i blem. Si? Më shumë. Si më shumë, dëgjoj, këtë me gërmën D, do ta marr? Du ta kishe marr. Ta kisha marr, ë? Shiko. E pra, po shikoja. Po një sekond tani se kjo ka gërmën D, e dua unë tani. Kjo quhet Hakuna Matata, di që më thënë? Një plotësim dëshire. A, kjo është me plotësimin e dëshirës? Po. Mirë, tua një kështu me plotësim dëshire? Po, mund ta marrësh. Po i që pra se s'di si ta marrë. Dull dhe këta dy, ë? Jo, s'ka. Një është falas, që është kjo. Vendosen qik? Po. E mendova unë dëshiren, e mendova dëshiren. Ha, si është? Me thënë e mendoj të marrë, po, sigurisht që s'to ta them ty. E mendova dëshiren? Tu plotësov dëshira. Që më 1000 lekë copën e ke. Edhe kur ashtu dëshira si funksionon? Menoj diçka që Inshallah ta merr ai që fluturon. Ai për që fluturon lart, pa i merr verore. Ja, Hakuna Matata. Ç'a thot më? Ç'a thot? Më na shpjegoni. Zogu pra zogu që i merr. Ta shpjegoj më bukur? Ha, ma shpjegoj më bukur. O, ky këtu? Jam unë këtu? E flet ky vëqet. Ja më verore hyni këtu. Marroj punë. Dëgjot pas ka zëmë gëzak e pipla. Qymjes? Si
jeni? Ua sa të mirë që qenë ma. We not speak Why you Albanian, don't speak sorry, Albanian? because we not from here. And where are you from? From Shkodra, më duket. And what do you do më dreq here? But we have come just for fun, for see What? for see the music, because for listen to the music because it's so good. Yes. Yes, my love. It's wonderful. Ah, she's not Albanian. Yes, she's not. Where are you from? Same She's from. Moj France. Moj e nga Franca, a moj e nga Shkodra, mos të tallë me mua të shi. Nuk e di. Okej. Jo, u kuptua që është huaj. Tash e lidha unë këtë? Jo, më, nuk isha qenë ndonjëherë për natën e ditës së nesër me të verës në Elbasan, që nga vitiri ta mami. Ja fishek zari, ja dritat, ja pemët me drita, të lutem shumë atje. Edhe një fishek zari, të lutem. Po, për shumë bukur. E, po ju e festo keni ditë e verës me qe vitiri? Po i të relas, po i bëjnë dhuratit. A ka las po i bëjnë? Jo, A basha me- dhurata ban shumë, po i këtis po i vjen i dhurat. Këtoni televizori kam pala me dhuratë, ta ketë kujti për tëri. Kam dy bire rreshën duke tretër, mrava. Qa pëlqen kë? Qa dhe? Bira dhe të rele pëlqen kë. Qa të releja? Të releja, e di kë. Nuk plasin se na fusin brenda. Qa të releja? E barë. Ah, barë, mirë, bravo shumë. E bardh! Nivel majnol të kuptova, ti që tashe. Tani të lutem, mund të më japësh? Të lutem? Ma je pak edhe këtë. Ja, këtë dua, këtë. Nuk shumë keni siguro vitëria. Maroj. Ore kameraman, a do bësh emision me mua ti? Apo do bësh, na iku fshik zjarëre. Po edhe njëra të stilin bëjmë. Me kamera. Edhe njëra të stilin, ma mësove mua, si është? Një dorë shtë me kokës? Jeni nga ndonjë shkollë, nga... Jo, jemi me studio kërcimi, po, këtu. Shumë mirë. Mirë, suksese. Faleminderit. Në që ke këto goca turpacake, kështu, hajde me këtu. Si ke emrin? Migena. Po pse ke turp? Se ndodheni këtu sonde ju? Ndodhemi këtu për të festu ditën Elbasanlive, fest. Qa jeni në një grup, në një gjë, pse jeni mbrapa skenës, dua të di. Jemi gati për performancën e dytë, numrin e parë kishte një valli që prit mesme. Edhe këto ti i ke duket, ë? Po të gjithë. Se folën dhe ata për ty. Tani, këto dy vajzat çfarë bëjnë? Këto janë pjesë e grupit, janë vallëtarët. Kërceni? Po. Po si janë artiste, dalin në skenë dhe i vjen turp të dalin përpara kamerës, do i flasësh ti këtyre apo ti flas unë? Më mirë ti flasim. Më mirë foli ti. Gëzuar festat. Dhe puna mbar. Faleminderit. Ua, po unë nuk të pash që ishe këtu. S'ka rëndësi. Erdha fshefur. Kur këndon ti? Më fal? Kur del ti apo dole mbarove? Jo, nuk dole, tani do dalë. Tani mas qilit je? Pas qilit janë ca djem që do këndojnë, kanë performancë 2 këngë dhe pastaj jam unë. Për zotin e madhe shera parë që të intervistoj. Pa besoj. Kam shumë qef që dhe të dëgjoj njerë në një skenë këshu, se ka qëlluar gjithmonë që të kam dëgjuar në për Pa tjetër do më njerë në iniciativat të tjera. Pa tjetër. E, ata themi lafun, mërzitesh ti, Jo. ta hongsha zonin. Faleminderit. Ma ka thënë shumë. Gëzuar, ashtu. Gëzuar shumë. Pse është kaq e rëndësishme dita e verës si fest? Po pse, se vjen është ardhje pranverës, është qedja luleve, ngrohja. Këto janë. Kjo është, mirë, a mos është vetëm thjesht një sebe për të festu? Se s'ka asnjë rëndësi. Mbas edhe kjo mund të jetë. Edhe kjo. Je besimtari, ke çfarë feje i përket? I fes muslimane, besoj ke Zoti më shumë. Dhe Zoti më shumë. Jo se për shembull po të jesh fetar, kjo është një fest pagane dhe nuk shkon fare me logjikën e festës së vërtetë. Po rëndësi ka që të festoj populli, pastaj. Po të kënaqen alla, të kënaqen shumë mirë. Ajo është e rëndësishme. Kush është ai që të shef ashtu si king aty nga mbrapa, ha? Kush është ai që shef aty nga mbrapa si king? Hajde këtu. Hajde mos më bëj. Hajde tash. Hajde ti ku do të shkova qtesh. Çfarë po ha? Ku më? Bëgum da.
Vjetor vë që tusha do na i çik rrina. Ka Po na ne nuk e punë si morëm. Ka nga dibra, po tan kollokoma, tash i fal, tash I bën shumë mirë Po çi prandaj. kollokoma ta ja. Ore Dibranet vinë gjithmonë të festojnë këtu në Elbasan, edhe ti më gënjeve që je nga Elbasan. Me origjinë nga Je kokra mashtruesit kështu ordiner fare. Atëre, Dibrono, pse juve e keni me kaq rëndësi ditën e verës dhe vini gjithmonë në Elbasan e feston? Po nga që e feston Elbasani e feston më shumë çdo vend të Shqipërisë, prandaj. Më mirë, po Dibranët janë ata që zbresin të parët në Elbasan kur bëhet fjala për ditën e verës. Jo, të gjithë vinë, nuk është për të vetë Dibranë. Jemi traditë e përbashkëta, A prandaj. ti thua që vinë nga gjithë Shqipëria, po Dibran ka më shumë, beso se u bën vite që unë vinë në Elbasan, bëj program për këtë punë. Se e keni me kaq rëndësi? Po e festojnë gjithë prandaj. E festojnë më shumë, ne kanë më shumë si e Edhe festojnë. ju Dibranët rrezik vdisni për i çik fest. Po, po. Ka mundsi. E kemi qenë. Jeni qef litë Po, po. Jeni, a? Shumë. Më shumë meshkujt apo femrat? Përgjithësi. Jo, se mashkullt e femrat që e vinë do e bëjmë bashkë, do e bëjmë veç e veç, kështu që mirë është t'jenë qef litë. Kudo dhe jo. Gëzuar. Gëzuar pa të. Mirë mbrëma. Si je, a je mirë? Si kalon? Mirë. Ore, je përqëndruar këtu, ishe mbështetur kështu mirë fare, ke hekurat. Mi po nuk duket që jemra pas skenës, që s'duket që fare. Tu e shoh po mirë. Shef, ha? Shef mirë, Mirë, syrë. Nga je? Elbasani jam, Nga Elbasani, ha? e themet. Ore, ma shpjego pak ç'është kjo dita verës, me që të shoh me thinja duhet i dish sa gjëra më shumë ti. Dita verës ka traditë Elbasani. E ka pas prej kohës ditë e verës. E kuptoj, po më shpjego ç'a kuptimi ka se nuk e di fare. Dita verës, për shumë, ma para ku ishin të vegjël dhe ishin ke rapi mantit. Ke rapi mantit, lushin me artët gjana për shembull, ban ballakumet, ban palafiku artët gjana për shembull. Te ka të ditë Elbasani. Qeni lule për shembull, dita verës qeni dita luleve. 14 marsit, se sot është nata, nesër atë dita. Te ka të ditë Elbasani. Edhe atëre kështu e festonit që natën? Po natën. Ne Fillon të natë? Gjithë natën 10. Nesër atë dita. O so ku vogël si e ke emrin ti moj? Julia. Sa vjeç je ti me Julia? 4. O zot sa e bukur që je mo Julia. Je shumë e bukur. Mi që dola aty ke televizori, që do t'i thuash të njerëzve? Faleminderit. Paqim, natën, gëzuar. Gëzuar. E ke pëmberore ti shpirt apo akoma? Ku e ka pëmberore? Shpirti vogël, gëzuar zemër. Paqim. Bëj paqim aty? Ja çunit paqim me dorë. Se e festojnë Elbasanlit ditën e verës me kaq pasion, pse? Me vështërën se ka qenë festa gjithmonë, Elbasani ka pas traditë. E ka traditë. Ç'a kuptimi ka kjo festa apo kush e di? Vjen ai ka nërtim, sa vjen pranvera. Vajzat e tua janë këtu? Po. Pse e fshin kokën kështu këto vajzat e tua? Po që ke këto vajzat të turpshme, moj mami? Parkëtohesh në pak? Një qike e sikletosur më dukesh, ë? Hiç fare, jam Nga Elbasani? Po, sigurisht nga Elbasani. Mirë, më shpjego pak çfarë është kjo dita verës që feston ju me kaq pasion. Dita e verës është një festë pagane në vitet e hershme të njerëzimit, që njerëzit besonin vetëm ke lulet, Besonin në Zot. nuk besonin në Zot, edhe kishte një ugur të mirë, që do të thotë të ketë një verë të mbarë dhe të begat. Dhe kjo është një arsye që ta bëjmë pushim ne? Po, pase kështu e kam përcaktu. Po këtë Elbasanin e pas keni bërë me drita, keni vënë drita dhe te pemët, duket se viti i ri hodhët ato fishekzaret, nuk duket më sikur është. Mrekullueshme, të mrekullueshme. Si ka ardhur koha sot i thuaj gocave me turp nuk ecën përpara. Ka të drejta po ja. Grazie, ke shumë të drejtë. Grazie, kalofshi. Po ti çfarë bën këtu? Unë të them që... Je shuni asaj në dy? Jo, zon. Thash se... Unë të them që ai është një ditë e bukur fare. Po ku e peti që është Po është dita më e bukur se është Elbasani ton. Ditën e verës, Është Çunat e Hajdar. Çunat e Hajdar. Kush është Hajdari? Hajdari është një fshat rreth Elbasanit, zon. Si vjetor bati fshatit që ka këtë emrin? Jo, është fshati më i bukur. E? Falenderojmë shumë. E ti ti kujt i thon tjetër Hajdar apo nuk e di? Ja. Më mirë. Ikem na ikem. Mirë pa. Ai çdo që tjetë është nga fshati Hajdar. Dhe këtu fillon dhe mbaron gjithçka. Po ti nga Hajdari edhe ti zogu? Nga Lusha. Ti nga Lusha. Më mirë nga Lusha se nga Hajdari, dëgjoj. Jo, jo. Bukur
më shumë, mbaroi festa në qendër të Elbasanit, aty ku ishim deri tani, dhe ka shpërthyer në të gjitha klubet e Elbasanit. Unë ndodhem në njërin prej tyre, aty ku sonte është 2 ton, edhe do festoj. Kështu që bashk, do të takojmë nesër në datë 14. Përpafshim. Iga, unë bëj qef të gjë 2 tonin. Bye bye. Elbasani sot është zgjuar jo pa diell, por me pak re, të cilat kanë mbuluar për momentin diellin. Mësova shumë gjëra gjatë natës, si mësova këto. Jo, edhe në mëngjes, pse natën fjeta dhe gjumës. Nuk zbulova vetëm gjëra natën, zbulova disa simbole të kësaj feste që ka shumë rëndësi në mënyrë të veçantë për qytetin e Elbasanit. E para, ballokumja ka formën rrumbullake sepse simbolizon diellin. E dyta, po ballokumja është e bërë me gjëra shumë të mira, të cilat simbolizojnë mirëqenien. Shumë gjalp, shumë vezë. Do me thënë, flasim për një ëmbëlsirë që në radhë të parë është e shëndetshme. Pastaj zbulova atë për të cilën duhet t'i kërkoj falje. Që festa e verës në Elbasan është edhe më e madhe se festa e vitit të ri. Kjo nuk justifikon ato dritat rreth pemës, por mirë kupton të gjitha fishekzjarjet që shijuat mbrëm, edhe spektaklin, koncertit dhe njerëzit që ishin aty. Por, ne nuk kemi akoma mbaruar. Ky është vetëm mëngjesi. Vazhdojmë programin. Këtë vit, si duket në fakt, e kam bërë ndryshe, me qenë se mbrëm në darkë kisha në pedonale, sot kam ardhur në parkun Rinia të Elbasanit, ku të gjithë janë duke festuar. Kjo duket qartë nga njerëzit të cilët kanë zbritur, sigurisht të gjithë në qytet kanë zbritur. Dua të them që kanë dalë nga shtëpitë e tyre dhe janë duke festuar. Dhe unë do përpiqem që të pyes disa prej tyre si po e kalojnë këtë ditë feste. Apo kënaqeni? Po, shumë. Jeni familje? Po, familje, kemi dalë për qef, për të një kafe. Po. Dhe të hanë një ballokume. Po, u knaq. Si e ke emrin ti Selma? Silvana. Si e ka? Silvana Jo, Bici. ajo nuk është e smur, kujdes. Ja, është e smur Ajo me ka një kromozom më shumë, por nuk është e smur. Sa vjeç je ti Selma ime? 12. Edhe një qift të bëhet. Edhe gëzuar. Faleminderit. Edhe gëzuar të qift. Faleminderit, mirë pas. Si po shkon? Kush po fiton? Mirini. Këta po fitoj. Ti po fiton, ë? Pa tjetër. Po pse pa tjetër? Ti që nge njëshi dominos. Jam me shkollë të lartur. Po shqidje ka shkolla me dominon? Ka. Ka? Ka vëllëjtje, ky është pide profesor sa bën 27-45. Ta thot vend. Kurse ti nuk me thua, Jo, unë nuk e di. Ky është profesor. Me 2 shifra, me 3 i me përmend, pa laps. I bën vetëm me mendje, a? Po miro, ju të tre, kur e dini që njëshi është ky të shluani koto, gjithmonë ky fiton. Pa ne duhet përpjet dorëzon. Dorëzon do robi. Të loj nati do me Po nuk dorëzohet do robi se ky. Ky dorëzon. Ja, u dorëzuar ka. Ja semi në luftë. Mirë, për shef. Vetë themi. Po do luaj marr këto. Ta që ke qenë oficer apo profesor ndaje këtë punë? Unë i them Oficer. Oficer. Oficer, ë? Po në atë kohë shkolla ushtarake bëheshe si ç'duhej, ë? Jo si sot. Kemi pas profesor shumë të mirë. Ç'u thon? Për anglishin kam pas Maria Nanon, temën e fotos Nanos. Po? Sot kemi akademi, jo shkollë. Ndërsa për histori gjeografi ka qenë profesor doktor. Nga Gjirokastra. Kush e ka? Po, gratë ku i keni lënë që keni dalë të luani domino? Sot ka akademi. Gratë kanë bërë Sot që kanë qenë. ballokumet. Ja, po do ma thoni. Gratë ku i keni lënë sot për ditë feste? Deta shi menuse nishe, deta shi menuse nishe. Tashi boll se çau kokën do të lush domino. Nuk e pranoj. Nuk ka arrit akoma. Kemi akoma respekt dhe dashuri, nuk kemi arrit akoma urrëtitjen në veri. Jo, bëj shaka, nuk e kam tek urrëti. Dakor, unë shpreh atë që ndjej. Po jo. shpreh atë që ndjej. Urrëti po urrëve ndau. Nuk kemi arrit deri këtu. Kemi akoma respekt dhe dashuri. Nuk e përzejmë akoma. Po jo, Kemi nevojë për gratë akoma.
Pa dyshim, more. E di pse i them të shpërje, cop. E më bajt 3 femër, kam respekt për femër. Ke 3 vajza. Ti kesh me Kam jetë të respekt, gjatë. kështu që detyrimisht kam respekt edhe për. Jetë të gjatë të lumtur. U them kam 4 vajza, 30.000 ditë vjerës. Që janë ke burri mrekullueshëm sikur të ishin gjithë burrat si ty. Me që jam i mrekullueshëm më akoma, se do më kishe përzon. Kjo është shumë e vërtet, po jo, me të vërtet që Shqipërisë si mungojnë sa meshkuj gentil si puna ju. Ne për res. Kompliment. Faleminderit. Janë duke kërcyer me kameramanin, nëse e kuptoni. Hajde, iki. U trëmb ajo si e bëri fytyrën ajo që u afrova këtu unë. Si jemi? Mirë. Mirë? Mirë. Si e kemi? E Gestiana. E Gestiana ta gëzosh. Sa vjeç je? 20. 20? Po ti sa je? 22. 22? Jeni fejuar bashkë? Jo, motra vlla. Jeni motra. Jo. Keni dalë të dy bashkë sot, a? Po. Mirë keni bërë. Keni gjujt në një gjë apo s'ka gjë në gjiro? Jo, s'ka gjë. S'ka gjë apo s'le vllai të dëgjuash? Thuaj vërtet. Jam në shkollë. Po ti jesh në shkollë, nuk mund të kesh një shok, ë? Mund të kesh, po shpejtësh, mendoj se shpejtësh. Sa vjeç je? 20. Sepse ti kur të gjesh një, do martohesh me atë, po? Jo se do martohem, të po shpejtësh, nuk e di. Sa vjeç edhe një? 20. 20 është shpejt për të gjetur një shok? S'kam gjetur njeri unë tim. E kuptova, po ti e ke më? Si? Ke gjetur në një qupë, ma? Ala jo, shpejt. Sa vjeç je edhe një? 22. 22? Po pse është shpejt? Si e kalon kohë, ti që bën? Shë filma? Shikojmë? Shikojmë filma. Shë filma? Po. Ku i shë filma, në qa kanali? Miro, pafshim gëzuar. Mirë, vazhdoj të jem të parkurinia, drekën e hëngra, u kënaqa, po ju u kënaqët ma? Po, u kënaqën dhe ata. Dhe më bëri shumë përshtypje që djemt që punojnë ditën e verës në Elbasan, lodhen pa fund. I vura re që ky nuk lidhe njerë fare. Nuk ishte iq. Kurse ti, marove. A është më e vështirë se ditët normale, ta bësh punën e kamerës? Normale. Është normale. Si ditë? E përballove? Po. Po për ty ishte e vështirë? Ishte e vështirë. Si e kemi? Murat. Si? Murat. Murati ta gëzosh një. Rofsh. Po ishte e vështirë, po të shifsha kështu që se kishe me një fare. Utova. Po pse? Pra. Unë 2 muaj kam që kam fillu punë, s'kam shumë. Që për 2 muaj unë besoj që ti do kishe mësuar ta merje picetën dhe t'ja qoje klientit këtë tavolina se ma ke nxi jetën. Po ja dëm. Qa ke dëshirë të bësh në jetë? Po qa të bëm, së di. Kistika si gjovare! Nuk e di qa do e bë. Nuk e di fare, kam 2 muaj që punoj këtu, thot? I thash me 2 muaj do kështë mësut ma silje kartë picetën. I thash mirë, okej, mbase se ka qef këtë punë, do me bërë një punë tjetër, se 20 vjeç s'është i vogël ky është. Po, është rritë. I thash qa do të bësh në jetë, nuk e di. Do t'i kja shtetit. Do t'i këshja shtetit? Po do ikim, pëse këtë dërim. Do i? Po nuk të pyta. Po ti iko burë, se ke jetën tate. Po. Edhe qefin tatë. Po. Problemi është që e diti që është më e vështirë se të punosh këtu, të punosh jashtë shtetit. Po më e vështirë është, po merë ma shumë. Qa merë? Lek. Merë ma shumë lek. Pra ndes le vizë që këtu ti. Se s'merë lek. Sa të mësohesh me punën është... Si? Sa të mësohesh me punën, stërvit. 2 muaj se ke mësu ti, fare. Po ku ka pas njerë ka shumë punë këtu? Kishte shumë punë sot? Kishe, goxha, po është përballueshme, normale. Dëgjo, ky nuk fletë si që po fletë. A i ka 7 vjetë që punon, prandaj. Sa ke? 8, po. Kur ke pas 2 muajt e... Kur ke pasur 2 muajt e parë punte, se ky ishe? Jo, unë këta e kam gjetë këtu, në punë. A i ka qenë këtu, pas e kam marrë të mrapa. Po ti ke eksperiencë, a i s'ka eksperiencë. A i ta kam 2 muaj. Ti ke 8 vjetë. Po. Tani, kur ke pas ti 2 muaj punë? Jo, asjerë, kam gjetë, ja. Ftyrën a shumë se e bën. Ftyrën se e bën si kokaina.
Nga lodhja. Bëj shaka. Jo, bëj shaka, por me të vërtet që mua ky djalë bëri shumë përshtypje sot. Është një nga kamarierët më të çuditshëm që un kam parë në jetën time. Të mos dish ti nga banakut, ma sjellësh mua. Kart picetën ke tavolina, ty mu i pun, më duket e çuditshme. Nga që do me ikja shtetit kam përshtypjen, a? Po jo, po... Se di, që të themë, ha? Po ti në një qëtë se asë qëtë ti vetëm që do me ikja shtetit, a? Mirë. Ikja shtetit plako, të uroj jetë lumtur, por për mendimin tim, s'ke gjotë të rezë. Mirë? Për mendimin tatë? Për mendimin tim, po. Soj ti mendimin tatë, si e keti mendimin? Ke në i mendim? Për mendimin tim e kam Terezi. Për mendimin tim, thot, unë e kam Terezi, thot, nuk bëhet vëmë fare. Po, me vërtet, ashtu e ka. Pash zotin, po, 1, 2, 3, 4, kamarier, si e duroni këtë Terezi? Në ban për Se vurari që kur vishit vërdal në për lokal, që pa bonit, ky vetëm ju nga tronë të po. Jo, në ban për qesh, e pasere, edhe knashëm. Në fakt, edhe mua këtë drekën këtu, ma bëri shumë të bukur këtë djalje mua, më knaqa. Do me thënë, shërbimin s'ma bëre, po kam qesh mor djalë, bravo të qovë. Me këtë rahat ligu, një rahat, ashtu, ashtu bëje, që të duhet? Që të bëjë? S'ke që bëjë. Nuk ke që bëjë. S'ke që bëjë, jo? Eq, mas bëjë, rritë. Pa nej dashnore, nej gru, nej... Ja, farë. Rahat, a? Rahat. E, më që do? Që do? Më që bëjë shpi zakonisht, shef filma, a? Shef filma. Më që film, që kanali shef filma? Aksioni. Aksioni? Filma me aksion, shef, a? Po na i gjokë shumë me kode, nuk e nga të më farë. Ja, farë. S'ke që do. Faleminderit shumë Murati, ishe personazhi i ditës time të verës në këtë qaviti jemi 2017. Faleminderit ju. Po? Kaq. Rahat. Murat, do t'a vë emrin Murati Rahati, se vetë sa. Po, jam Rahat. Faleminderit shumë gëzuar. Faleminderit ju. Gëzuar dhe ju. Do të përshëndesësh të njëri? Jo, s'kam për të... S'kam. S'ke dashnore, s'ka gru, s'ka, është rregull. Që të përshëndesh? Mirë Murati, faleminderit shumë. Të dashnore, kupton, se s'kam që njofin i qi. Pa i nuk do, dhe ti do. Ai s'do. Po. Faleminderit. Se... Do apo s'do tani, ndaj më njërë. Nuk do, dhe që s'do të. Po, e mora tash. Le të rritë shovi filma me aksion. Okej. Faleminderit, gëzuar dhe ju. Ishit shumë gentil. E rrafsh. Përveç atij shërbimi ishte i mrekullueshëm këtu. Faleminderit.